Parku metalurgjik i Elbasanit tashmë do të transformohet në një hapësirë të gjelbër dhe të inovacionit teknologjik. Gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të bizneseve, kryeministri Edi Rama tha se ky projekt ka potencial për të hapur kryeqytetin dhe për t'i dhënë një energji e frymarrje të re. Ideja themelore duhet të jetë që ky park duhet të jetë një destinacion për të gjithë dhe ky park duhet bëhet praktikisht së bashku me automotoparkun, pika që do të bashkojë Tiranën dhe Elbasanin, që të vish të punosh këtu, është një distancë po aq ose edhe më e shkurtër se sa që mund të jetë distanca dhe koha që të merr të shkosh të punosh nga një anë e Tiranës në anën tjetër nganjëherë. Kryeministri theksoi se në këtë projekt do të përfshijë edhe korporata shqiptare e investimeve. Tu duhet të ketë vend dhe duhet të ketë arsye për të gjitha kategoritë dhe për të gjitha moshat që të vinë në këtë territor. Jo vetëm fabrika, jo vetëm zyra, jo vetëm biznes, por edhe kulturë, edhe sport, edhe argëtim për fëmijët. Një koment Rama e kishte edhe për kritikët që i shohin këto investime si premtime elektorale. Premtime elektorale bëjnë ata që duan me i fitu zgjedhjet. Po. Ne zgjedhjet i kemi garantuar, okay. Bëjmë premtime elektorale.